Kryetari i bashkisë zoti Dritan Leli ishte sot i pranishëm edhe në 2 investime të tjera në qytetin e Vlorës. Ai u ndal tek punimet në shkollën PLM dhe në rrugën Xhebro Gjika. Leli ka vlerësuar bashkëpunimin me ambasadën amerikane në ndërhyrjen e godinës së shkollës së personave me prapambetje të lehtë mendore. Puna e nisur sipas kryebashkiakut do të mundsoj kushte moderne për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Sot në një inspektim punimesh tek shkolla PLM është një nga bashkëpunimet e bashkisë së Vlorës me ambasadën amerikane, me një financim të ushtrisë amerikane në rekonstruksionin thuajse total të kësaj shkolle. Pjesa e strukturës godinës është rivitalizuar thuajse gjitha, tualetet janë bërë tërësisht të reja, pjesa e instalimeve të kanalizimeve të ujrave të zeza, të ujrave të shiut dhe çdo pjesë e problematikës që ishte në territorin përreth shkollës është përmirësuar ndjeshëm. Kryetari i bashkisë zoti Dritan Leli ishte gjithashtu sot edhe në rrugën Xhebro Gjika. Punimet e nisura u inspektuan prej tij, ndërkohë që ky investim konsiderohet nga Bashkia e Vlorës si një ndër më të rëndësishmit në infrastrukturën e qytetit tonë.